Studiues dhe ekspert nga vendet të ndryshme të botës u mblodhën në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi, ku u zhvillua konferenca shkencore ndërkombëtare Transhumanca dhe trashëgimia pastorale. Ajo solli në qendër të diskutimeve trashëgimin baritore, identitetin kulturor dhe sfidat që lidhen me zhvillimin e qëndrueshëm në të ardhmen. Kërkimi shkencor dhe teknologjia mund të shndrohen në instrumente të fuqishme për ruajtjen dhe rikthimin e vlerave kulturore në qarkullim aktiv. Digitalizimi i praktikave, arkivimi i kujtesës dhe integrimi i tyre në diskursin bashkëkohor vendosin transhumancën në një dimension 3 si pjesë e dialogut ndërkombëtar dhe zhvillimit të qëndrueshëm. The main goal of the cultural room. Cili është qëllimi kryesor i rrugëve të kulturës? Promovimi i kulturës dhe identitetit evropian dhe qytetarisë, civilizimit evropian. Fuqizimi i dialogut ndërkulturor dhe ndërrajonal, ruajtja e trashëgimisë social-kulturore, dhe ajo që është vërtet e rëndësishme është ndërlidhja e të gjitha këtyre me turizmin kulturor. Përveç prezantimit të studimeve dhe shkëmbimit të ideve, një vëmendje veçantë ju kushtua sfidave aktuale me të cilat përballet sektori baritor. Përvojat në terren u pasqyruan nga udhërofyesët lokal, të cilët ndanë realitetin dhe problematikat. Sfidat aktuale të transhumancës janë rënja e numrit të barive dhe familjeve baritore, plakja e popullsisë rurale, humbja e njohurive tradicionale, aksesi i kufizuar në kullota, mbështetje e pamjaftueshme institucionale. Tashmë kërkohet që vetë bashkitë të krijojnë këtë marrëveshje sepse një pjesë e madhe e këtyre baktive po lëvizin nga Korabi, nga Xhalica, nga Koretniku dhe nga bjeshte e Dobërdolit drejt Firit, Divjakës, Lushnjës dhe atje, domethënë fermerët dhe stanart barit janë të detyruar të gjejnë të sigurojnë marrëveshje jo zyrtare, por me leje dhe domethënë private mes njëri tjetrit. Praktika e lashtë e transhumancës, lëvizja sezonale e njerëzve dhe baktive të tyre përmes rajoneve gjeografike dhe klimatike për kullota është regjistruar zyrtarisht në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s.